A ka pas në kësi raste që ke bo transportin e kufomave edhe nuk tu ka bo pagesa? Ka raste a më gjofë shumë. Na nisën në atë mirë na shqiptar që kemi, na për me qumë mirë, na se cilë kështu punë dhe vete, adin. A më bëbo me ndodhë raste i vdekjes. A ndodhë edhe kësi raste veresi? Ndodhë, po ndodhë, ama dhe atë une këshyri një që kush janë, adin që shkanë kushtet të sene. Në shembl, me ardhë tash me një kërë luksoze me ardhë, me thonë një s'kom pare, atë nuk përpudhet. A ka pas raste tila, po më intereson në qofë se e ke sjell një kufom Kosovë edhe ndoshta ti dosh mu prit shumë mirë në atë formën, çfarë punë e bën, edhe ndoshta mos më ta kryj pagesën, me thonë një ditë tjetër apo. Po ka ndodhë, po është, unë jam një njeri besueshëm. Atë unë kam qef me besu njeri. Ai që më thirr edhe ndoshta është edhe një sen keq për mje, se unë kam qef me besu njerit, edhe nëse ma jep një fjallë, unë kam qef me besu në fjallë. Po thëmë, shumica e kanë majtë fjallën, po ka pas edhe raste që nështë se kanë majtë ose më kanë manu ekstrem. Unë nuk jam kompanie madhe. Atë unë jam hala më fillim, jam i vogël, se me thonë, nështë më krahasu me tjerë ose diçka. Unë e kam punë, e kam buk që të punë, edhe në majtë që adhone diçka do të me përfitu për kësa punë, se e kom vendosë me bo punë. Unë bëj bamirësi plot, ama jo që tash i bëj krejt veç pa pare, ose për mos me fitu diçka. Ama unë edhe këshyre gjithmonë me majtë mesatarin. Jo mu pasënu tash me punë, se do e shpërdojnë edhe për të keqe, vdekjen, se menojnë se nështë aty ka pare edhe të shfrytëzojnë për të keqe. Ato nuk bëj se i tutë në Zotit, atë në vetë jam besimtar. Po me gjithat ka përfitimet të mira. Ka, nuk është që janë të këqija, adin. Edhe nuk është një punë e lehtë që mund ta bën. Po çfarë po them, se dikush do të më bëj këtë punë, edhe rrallë që ka njerëz ose nuk ka shumë njerëz që dojnë më bëj këtë punë. E po që tha në që edhe paguhet aq. Ama unë po them, unë për veti them, unë du më bëj këtë punë me fitu diçka, ama jo më pasunu në ekstrem. Pasuria e kam ma vonë. Unë që ashtu menoj. Nëse jam të bu për të mirë, për Allahun edhe krejt, unë menoj, pasurinë time menoj ma vonë, e jo që tash. Normal që du me mbëllu shpenzimet e mia, me majtë familje, me siguru fëmin për të ardhmen e krejt, ajo është kuptohet, si cilë që del me punu. Ama unë kam qenë me bu punë halal,